thuhet largimi i Edi Ramës dhe krijimi një qeverie teknike. Për gjitha këto, në fakt, por edhe më gjërë, kam kënaqësinë të kem ftuar në studio kreun e Partisë Demokraciane, zotin Arndoka. Ndoka, mirë se erdhë, shumë kënaqësi. Nësi, faleminderit. Atëherë, duke qenë se protesta e së dielës, pra shumë afër, fillimisht do doja një koment nga ana juaj se i përket të strategji që po ndjek Partia Demokratike me vijimin e protestave duke cilësuar ndoshta si një ndër instrumentat e vetme, siç thotë zoti Berisha, për rrëzimin e një regjimi. Jo si e vlerësoni, a kanë këto protesta në thelb nerv e para dhe dyta, a besoni të ndryshimi që mund vi përmes protestave të kësaj natyre që po organizohen? Se kemi parë dhe protesta nga studentët që patjetër kanë qenë ndryshime në vendin tonë. Protestat, po diskutim që kanë një rëndësi të gjërë, mund të thoja, se si lexon, se si percepton dhe si japin imazhin dhe pasqyrimin e tyre, është një mjet i rëndësishëm, mund të thonë, demokratik. I demokracisë, i hapësirës kushtetuese, një njësi matëse që edhe kur janë politike opozita matë peshën e vetë, se sa ajo i motivon njerëzit, se sa i frymëzon qytetarët që kanë shumë probleme, por gjithmonë ato janë prirur që të shohin edhe një alternativë, që të krijojnë edhe besimin politik që gjërat do të ndryshojnë nesër. Po ashtu është edhe një pasqyrë që ku kryeministri në të veçantë, por edhe mazhanca sheh veten, se sa është hendeku i paknasive i rritur nga papërgjithshmëria e tyre, nga aferat korruptive, nga kesqeverisja, dhe besoj që këto i bëjnë mirë shoqërisë në tërësi.